Ka fazi prej xhami dhe seancat live. Këto janë kërkesat e fundit nga figurat të politikës shqiptare, ndodhur në qeli apo në arati, çështjet e të cilëve po shqyrtohen në seancat e gjykatës së posaçme. Lidhur me këto kërkesa, një debat është hapur në drejtësi me qëndrime të ndryshme. Ish presidenti Ilir Meta, kryebashkiaku Erion Veliaj dhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj janë drejtuar GKK-s me një kërkesë për të transmetuar live seancat e procesit gjyqësor ndaj tyre. Po ashtu, Veliaj, Meta dhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj kanë kërkuar që të mos jenë në kafazën e xhamit gjatë seancës. GKK vendosi të thotë po vetëm për Beqaj. Për mbrojtësit e të akuzuarve, ky është një cënim i rënd, duke arsyetuar se publiku duhet të ndjek në kohë reale ecurinë e procesit. Edhe prokurorët e pranishëm në seancat e zyrtarëve janë pro transmetimit live, por gjykata i ka rrëzuar kërkesat. Sipas ligjit në nenin 339 të Kodit të Procedurës Penale, thuhet se seanca gjyqësore është publike, përndryshe quhet e pavlefshme. Rastet e vetme kur mund të bëhet përjashtim janë mbrojtja e moralit, sekrete shtetërore, siguria e dëshmitarëve, rendi i seancës dhe prania e të miturve ndër të pandehurit.